Ish ministri mjedisi Lefter Koka është lënë një lirë pas gati 4 viteve në burg, pasi u arrestua dhe u dënua si pjesë e hetimeve të SPAK për abuzimin e kontratave dhe koncesioneve të incineratorëve. Gjykata e posaçme antikorrupsion ka urdhëruar lirimin e Kokës nga qelia dhe ka vendosur shuarjen e masës së sigurisë për dosjen e inceneratorit të Fierit për shkak të kalimit të afatit 3 vjeçar të paraburgimit. Koka u arrestua që prej dhjetorit të vitit 2021 i akuzuar për shpërdorim detyre, korrupsion dhe pastrim parash lidhur me aferat korruptive për inceneratorin e Elbasanit, ndërsa në mars të vitit 2022 ju komunikua dhe akuza për inceneratorin e Fierit dhe më vonë për djegësin e Tiranës. Ish ministri mjedisit u dënua me 6.8 vite burg për çështjen e inceneratorit të Fierit, por dosja u kthye për rigjykimin në apelin e posaçëm pas një vendimi të gjykatës së lartë. Në korrik të këtij viti, Koka fitoi të drejtën e lirimit me kusht nga gjykata e Durrësit për inceneratorin e Elbasanit, ku dënua me 6 vite 8 muaj burg me gjykim të shkurtuar. Për Tiranën mori shuarje të masës sigurisë Ares në burg, pasi dënimi i marrë me 2 vite burgim për shpërdorim detyre, në shkallën e parë është ezauruar me paraburgim. Në dosjet e inceneratorëve, krahas ish ministrit të mjedisit, janë akuzuar dhe dënuar edhe një numër i lartë i zyrtarëve të lartë, mes të cilëve ish deputeti Ajqi Bllako, ndërsa së fundmi në akuzë përfundoi edhe ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, aktualisht në Arati, biznesmenët Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, të akuzuar si organizatorët e aferës së incineratorëve të Elbasanit, Fierit e Tiranës, po ashtu janë në kërkim nga drejtësia shqiptare.